Ren Zhuzhi për ndotjen akustike në vend. Në gusht të vitit 2023, Komuna e Prishtinës hapi dhomën e monitorimit të zhurmave, një sistem për të kontrolluar ndotjen akustike në lokalet e gastronomisë. Ky sistem përfshinte pajisje të posaçme që matnin nivelin e decibelëve dhe parashikonte gjoba automatike për bizneset që të kalonin kufirin e lejuar prej 60 decibelësh. Masat ndëshkuese varionin nga paralajmërimet, deri te gjobat prej 500 deri në 3.000 euro dhe në raste të përsëritura mbyllja e përkohshme e lokalit. Unë jam Sensogojeva, për ndryshe profesor në fushën e turizmit. Të thotë, jam edhe kryetari i Odës së Hotelërisë e Turizmit të Kosovës. Hysen Sogojeva, kryetari i Odës së Hotelërisë dhe Turizmit të Kosovës, ka theksuar se një implementim i përmirësuar i sistemit për monitorimin e zhurmës do të sjellë përfitime të mëdha për të dyja palët, bizneset dhe qytetarët. Ai ka sugjeruar se një qasje më e balancuar dhe e planifikuar mirë mund të krijonte një ambient më të qetë dhe të qëndrueshëm për të gjithë, duke siguruar që rregullat të përputhen me nevojat e komunitetit dhe të mbështesin zhvillimin ekonomik. Nëse jo pa të marrë pjesë me përfaqësuesin ton, se këto ka bu Komuna e Prishtinës pa të fillu si pilot projekt njerë, dhe di që jemi marrë vesh që në parim të mirë me vesh me biznes, se qysh me funksionu kjo jo veç me i denu, po për më halë të ajo që ajo të implementohet edhe mësë me pas pasoja. Kështu që jemi dakordu që të hartohet një farë rregullore, ajo është hartu, edhe po më duket është nënshkru prej kryetarit. Çdo që shkon në harmoni, do të thotë që shkon në harmoni të një përpjekje për të mirë, do të thotë është shumë normale që kjo është në anën pozitive të dy palë. Reciprocitet themi të mes të qytetarit dhe biznesit, çdo herë kur ka komunikime të rregullta dhe komunikime të mirëfillta, del mirë. Kështu që edhe qytetar, por edhe bizneset nuk kemi pas ndonjë ankesë që pse jo kështu ose pse ashtu, sepse jemi marrë vesh parim që do të thotë kur vehen ato aparatat, mos me kalu, sepse çdo kalim i zhurmës në serverin atje që është për këtë punë, inqizohet ose lajmërohet edhe për mos marrë të dënimi, është mirë që kësaj do të përshtatëm, për arsye se edhe për qytetarin më mirë, por edhe për vetë biznesin. Kompania do të thotë me siguri ka gjetë ata mekanizmat e vetë që në forma ndryshme vjen që ky projekt të implementohet, se me rëndësi është projekti më implementu. Do të thotë sa më shumë se 1% të madhe të implementohet është më mirë edhe për biznesin e për vetë qytetarët. Ky nuk luan rol qendrore për arsye se është e caktuar ai volumi se sa ka me qenë ajo maksimalja, ose cila kish me qenë e normale, prandaj nuk është e përcaktuar, nuk dikon ajo në orar. Orari është normal që përcaktuhet nga pranarët edhe nga orarin që e cakton komuna. Tash, personalisht, drejt me thonë, nuk më pas në një ankesë për i bizneseve kështu, po me gjithate, unë besoj që gjatë komunikimit që kemi pasur, gjatë hartimit dhe marrëveshje që kemi marrë vesh me dhe me pjesë tjera, shoqata tjera, gastronom të këtyre, kemi marrë në përfundim që këto tarife jenë të përshtatshme, edhe nuk kemi ankesa, me qenë se nuk kemi shumë ankesa, nuk ka ndikuar, se nuk është një tarif që kishme ndikuar drejt për drejt në biznes, nuk është një tarif e madhe. Ndotja akustike në Prishtinë kërkon një qasje të plotë, duke përfshirë rregulla më të rrapta, zbatimin më efikas të projekteve të tashme dhe rritjen e vedijes tek qytetarët, për të krijuar një ambient më të qetë dhe më të shëndetshëm për të gjithë. Derisa e kanë kuptuar njerëz që nuk e kanë pranuar këtë, derisa e kanë kuptuar që kjo është e mirë edhe për biznesin edhe për qytetarin, kjo është normale që ka pas probleme, po me gjithate kur e kanë kuptu, atëherë kemi ardhur ajo që
është më e mirë. Janë të caktuar me rregullore. Do të thotë janë të caktuar me rregullore, për shembull nëse e ka lënë atë pjesën për shembull kemi të vogla të mesme dhe këto tarifa më të mëdha, do të thotë dënime më të mëdha, prandaj për mos më orte që ato dënimet e mëdha është mirë për shtat asoj rregullore të cilën është aprovuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës. Sa më shumë që të kemi ankesa nga vetë biznesi qytetarët, është normale që ato fillojnë me u rishiku, për shembull për mujt me ardhur deri te ajo më e mira që mos me pas probleme me të dyont. Disa lokacione duhet më u përshtat gjithsesi. Do të thotë sepse pengon. Ka raste që në disa vena nuk ka dhe nevojë ndoshta nuk ka, varësisht për lokacionet. Në hapësirat e mbyllura do të thotë që janë afër banesave ose në pjesë të podrumeve, themi ashtu, nëse ekziston ajo, atëherë normal që duhet më përshtat ajo asaj akustikës për mos me pengu. E mira është që bizneset duhet me kuptu që nuk është mirë me pengu qytetaren. E tash janë rregullore e përcakton sakt se sa duhet me qenë është normale për mos me pengu qytetaren. Prandaj në kuadër të krejt kësaj marrëveshjet e cilat janë bërë deri për me ardhur që kjo rregullore, na kemi pasur diskutim publik. Prandaj në momentin kur hartohet një rregullore, është normale që duhet të përshtatet asaj rregullore. Përpjekjet aktuale për të monitoruar dhe kontrolluar ndotjen akustike në Prishtinë përfshin instalimin e pajisjeve për matjen e zhurmës në lokalet e gastronomisë janë përballur me vështirësi. Sipas lëvizjes vetëvendosje, ky projekt është vlerësuar si i dështuar, duke theksuar se ka nevojë për masa më të efektshme dhe të qëndrueshme për të përmirësuar cilësinë e jetës për qytetarët.